Shtabi përgjithshëm, i mbështetur dhe i koordinuar me General Kudisi Lamen, urdhërojnë raportet e Ushtrisë Ligjore të Kosovës për gjatë kufirit që të ndërmarrin një sulm për thyrjen e kufirit, as po çlirimin e kufirit nga forcat serbe. Kishte njohur në lokën nga zëri. Ishte profur në këmbë për të vrapuar të tregonte të shoqit, babait të trimit, babës Recep. Po vjen Shevqeti nanës, po vjen Shevqeti nanës. Mos i çaj në lokë, se s'mund t'i la shokët vetëm. Ishte të mirë bëhet një dokumentar për gjithë betejën e Kosharës, që paraqet në vlerë të jashtëzakonshme, dhe historianët do të jenë dhe studiuesit politiko-ushtarakë të tjerë që do ta vlerësojnë këtë betejë që ka qenë përcaktuese për fatet e Kosovës, ka qenë përcaktuese. Është hequr një kufi, është mposhtur një ushtri, i është marrë kazerma, dhe kjo ka qenë mëse e rëndësishme për të qenë këtu ku jemi sot. Po të mos të kishte ndodhur kjo, dhe po të mos ishte marrë armikut kazerma, unë nuk e di se çfarë statusi do të kishte. Po jam aq shumë krenar si e pata fatin më të madhin si me hi edhe më ju drejtue me shirë si nesër armikun ato të paktën 24 orë që isha në front. Ishte sfidë e atetarëve që ky kufi të shkatruaj. Lufta po merrte hovë dhe energji për të rënuar kufirin ishin të pandalshme. Brigada 138 Agim Ramadani është emëruar në datën 11 maj të vitit 1999 nga shefi i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Ligjore të Kosovës nga General Agim Çeku. Para kësaj date, kjo njësi është quajtur grupi 3 operativ. Na o dosht me i qitë në Vjersha, Adem Jasharin, Agim Ramadanin, Luan Haradinaj, u dosht me i qitë në Droma, familjen Jashari, e shumë familje tjera për perpecit edhe vujtje që i kanë shkaktuar Sërbi shqiptarve. Dhe Serbian me gjyqit e thot këta këtu ta nuk e fajtor ta falë së më që kes fëmijët e mi janë gjallë. Unë në që të gërgjit pa tjetër urojmë të mos të promi mos foritën për pak. Porta Bashkimi Kombëtar Shqiptar është në Shkup. Kur të vjen djali, nështë është rrugës, nështë është pranë, nështë është mesjush, nuk e di ku është, që gjej qelsin të hapjat portën, mirë se ardhë Bashkimi Kombëtar. Dhe ka për talë. Kam dëshirë të shohë edhe unë, po ju të të sheni, ju sigurët. Zotën, ju falenderoj për zëmërsisht.